Tjetër grupi i trafikut të armëve nga Kosova në Shqipëri u zbulua në Tiranë. Policia ka bërë të ditur se 10 persona janë arrestuar dhe 2 janë shpallur në kërkim pas një hetimi 5 mujor. Siç shihet edhe nga pamjet, 2 janë prangosur në një lokal në kryeqytet. Një tjetër është kapur në mbrëmje në makinë. Policia shtrim tok. Në pamjet e ofruara prej policisë, tregohen 12 pistoletat dhe karikatorët e vendosura në një qese. Blut thonë se në operacion kapën edhe 2 kalashnikov dhe 2077 fara kanabisativ. Burimet kanë bërë të ditur se armët siguroheshin kryesisht në Kosovë, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, e më të ishin kundër 1500 deri në 2500 eurove. Në arrest u vun Etusha 32 vjeç, I Haxhiaj 21 vjeç, F Berberi 26 vjeç, R Hajdaraj 21 vjeç, V Murati 23 vjeç, K Farruku 18 vjeç, G Muraj 22 vjeç dhe A Shehu 23 vjeç. Gjithashtu u shpallën në kërkim shtetasit RK 41 vjeç dhe AN 24 vjeç. Ky është rasti i tretë i goditjes së grupeve që trafikojnë armë nga Kosova. I pari u zbulua në vitin 2024.